Jemi gati bashkë për të dalë për dark. Sot për dark do bëjmë make-upin e Madison Beer. Kam të disa nga make-upet që përdor ajo. Kam pas parë një nga her makeup tutorials. Fillim niste me një skin tint. Sot do filmoj dhe për my YouTube channel. Kam postuar dhe një video të re në YouTube, nëse nuk e keni parë, kam vendosur në bio. Për bronzer përdor bronzerin e Charlotte Tilbury. Blushi që përdor është ky i Charlotte Tilbury. Ky është blushi që përdorja më shpesh, e përdorja çdo ditë. Ka një shkëlqim shumë të bukur. Për concealer po përdor një concealer të hapur në këto vende. Also dhe sot po filmoj për YouTube. Po më pëlqen shumë të filmoj këto weekly vlogs. Po më thonë në komente nëse doni dhe një video specifike në YouTube që ta bëj. Këtë concealerin po e bëj blend me një sponxher. Paka shumë kështu e bëja gjithmonë make-upin kur isha 17. Përdorja apo të njëjtat produkte. Prandaj e di që ky make-upin në fund do më pëlqej shumë. Këto produktet për një full glam janë shumë të mira. E bëj set me setting powder, po përdor një furç. Ajo mos gabohem, përdor bronzerin e Fenty, po e kam në shade pak si shumë portokalli për tani. Dhe blushin që përdor shumë glowy, përdor pak a shumë një ngjyrë të tillë. Blushi që përdorte ajo kishte edhe xiza, prandaj po e bashkoj me këtë highlighterin. Vendoste shumë highlighter, një nga highlighterat që vendoste ishte ky i Charlotte Tilbury. Duket shumë bukur. Si fillim eyeshadow kafe të syt, vrej këtu poshtë syri. Eyeshadow e hapur këtu në fillim, krijon si tip harku këtu, thekson këtë që të duket si cat eye. Vendosa dhe pak fare më shumë eyeshadow të errët të poshtë, vazhdova eyelinerin nga ajo viza. Do shtoj dhe highlighter këtu poshtë syrit dhe shumë e rëndësishme Remedian. Në një video ka thënë që lip glossi i saj preferuar është ky clear i Fenty. Do rregulloj dhe pak fare eyelinerin dhe mbarova.